Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe ndjekësit e portalit NEE News, tashme edhe NEE Podcast. Se vini në epizodin ton të parë të podcastit, ku faktikisht ky podcast ka për qëllim t'ju sjellë tek ju fytyrat publike me histori dhe bagazhin karrieror të tyre. E ku në epizodin ton të parë kemi Ermal Qorin, i cili është një gazetar dhe i cili është një autor nga Shqipëria. Atëherë pa humbur kohë, unë dua të përshëndes Ermal Qorin dhe të falenderoj se ka pranuar ftesën pa menduar 2 herë, ka pranuar po ashtu të jetë i ftuari jon i parë i këtij podcasti. Ermal, cili është kufiri yt etik në ndjekjen e një historie ekskluzive? Lajmet ekskluzive zakonisht janë lajme të cilat tregojnë një impenjim të jashtëzakonshëm. Kërkojnë punë të detajuar, kërkojnë informacion të detajuar derisa ta kesh të gjithë informacionin e përmbledhur dhe të dish pastaj ta trajtosh në formën e duhur për të përcjellë atë çka është risi dhe çka në të vërtet përbën interes. Kjo në vetvete përbën atë që quhet interes publik pastaj edhe që është e reja e lajmit. Kështu që sa i takon kufirit etik, besoj deri në atë pikë ku nuk cënohet askush që nuk është personazh publik apo nuk cënohet askush i cili nuk ka një interes publik për të trajtuar dhe që nuk është një individ apo një ngjarje e cila në vetvete nuk e detyrohet publikut dhe nuk e detyrohet askujt nga ata të cilët kur ta ndjekin lajmin të thonë ok, kjo është e vlefshme ose deri në këtë farë pikë e kishin një të vërtetë. Kështu që nuk mendoj që ka një pikë të prerë me fik, por teksa ne punojmë lajm, jemi gjithmonë të kujdesshëm të trajtojmë fillimisht atë ngjarje dhe atë thelb e cila përbën interes publik dhe që nuk është asgjë personale apo që shkon tej saj, se tek e fundit të gjithë ata të cilët janë brenda pritshmërive e themi kështu të një qasje publike, janë gjithmonë personazhet që i përkasin politikës, si përkasin administratës, që paguar me taksat e qytetarëve dhe që padyshim i detyrohen atyre, ku brenda një pune të saktuar kanë dhe normat dhe rregullat edhe ato pika të cilat ata vetëm do t'i kalojnë. Kështu që në momentin e parë që trajtojmë një lajm ekskluziv, përpiqemi shumë të jemi të ftohtë, objektiv dhe shumë profesional për të marrë së pari dhe më së dyti për të dhënë një përgjigje konkrete sa i takon një individi, një institucioni apo një çështje të caktuar. Po thua që je shumë i ftohtë dhe objektiv në jetën profesionale sa i përket gazetarisë dhe lajmeve ekskluzive që ti bën dhe krijon. Na trego tashmë se këtë zgjedh mes gazetarisë dhe autorsisë, sepse dim që je një gazetar shumë i suksesshëm, por në të njëjtën kohë edhe një autor. Na trego se cila për ty është nga këto dy profesionet më e preferuara jote. Po gazetaria është profesioni im, është diçka që unë zgjohem me jetoj gjatë ditës edhe flet me të. Kështu që është e pashmangshme, është tani më jeta ime, është fryma dhe gjithçka që unë bëj, ashtu sikurse mendoj, veproj edhe organizoj për planet e të ardhmes. Kështu që do të jetë pak e vështirë të zgjedh, por me gjithë që parashtrova në fillim, me siguri gazetaria është ajo që të bën të mendosh më gjatë, të mos lësh dhe themi kështu ato hapësirat kohore të shkojnë dëm apo të shkojnë kot për t'i plotësosh edhe her pas here edhe kur jam në një moment të qetë ose që nuk jam në punë ose që mendoj që ok, kjo është kohë e lirë, prapë më shkon mendja si të bëj diçka që të jetë në krah për krah me gazetarinë. Sigurisht ishin dhe lajmet ekskluzive pa më mbar. Unë shumicën e lajmeve ekskluzive kam bërë në orët e para të mëngjesit, domethënë 3 të mëngjesit. Për shkak me Departamentin Amerikan të Shtetit, me Bashkimin Evropian, që në Shqipëri kam punuar gjatë momenteve ku pjesa më e madhe dërmuese u themi kështu e gazetarëve apo e qytetarëve janë në gjuhë. Kështu që besoj gazetaria dhe e para dhe pastaj autorsia, mendoj që vjen rrjedhimisht si që, por te projektet të cilat unë jam autor, ndoshta jam më pak i angazhuar, do të jetë diçka që merr më pak kohë në jetën time. Gazetaria padyshim është e para dhe është e parazmërueshme. Thua që gazetaria është jeta jote, fryma jote, por po ashtu në të njëjtën kohë thjesht edhe kur bëhet fjalë tek pyetjet dhe tek lajmet ekskluzive mundohesh të jesh sa më i ftohtë dhe sa më profesionist dhe pa ndonjë interes. Na trego tashmë se cila është pyetja që ty ke frikë ta bëjnë të tjerët. Në gjitha intervistat që unë kam bërë,
I bëja pyetje njerëzve që ose individëve, personazheve ndryshëm shumë që sa e ke rrogën me humor. Po një herë më ndodhi të ma bëni mua këtë gjë në transmetim të drejtë për drejtë, nuk më pëlqeu shumë të them të drejtë. Por kjo nuk është se më trëm, nuk ka pyetje që më trëm. Nuk di të them një pyetje konkrete që më trëm. Ndoshta pyetjet që më tremën janë pyetjet që kanë të bëjnë me njeriu më të shtrenjtë timi që është djali. Ndoshta aty mund të emocionohem ose mund të kem një mendim më të gjatë për të, le themi, krijuar në mendje, pastaj për të ardhur i artikuluar në fjali konkrete teksa më pyesin për të. Por nuk mendoj që ka diçka që më tremb konkretisht për vetë. Atëherë sa ke rrogën Armel? Atëherë po bëjmë pak shaka, por ne vazhdojmë me tjetër pyetje ku me vërtet dua ta di këtë edhe si vetë si një gazetar. A ka ndonjë të vërtetë që ke zbuluar dhe ke zgjedhur të mos e publikosh dhe pse? Pyetje e zgjuar, nuk e di se kush je ti që i ke bërë këtë pyetje, por pyetjet i ke shumë të formuluara mirë edhe me bot. Ka dhe më besoj që ndodh shpesh në media dhe në media ku ne jetojmë në Shqipëri, por jam i sigurt që edhe në botë ndodh. Sepse ndonjëherë do shkosh krah dashur pa dashur interesave në institucionin mediatik për cilin ti punon. Dhe ndonjëherë ti nuk mundesh dot të cenosh diçka që është shumë e madhe për një zbulim të momentit. Ndonjëherë duhet të pyesësh, të ulumtosh më tepër, të shohësh nëse ajo gjëja qëndron vërtet ashtu, sepse nuk do të marrin euforia në momentin sepse ndodh kur ke ekskluzive dhe gjëra të çastit ti të merr euforia dhe thotë zbuloj diçka shumë të madhe, por më pas mendon qetësisht edhe duhet ta analizosh shumë faktorë nëse qëndron ashtu, nëse ashtu qëndron, por pse qëndron ashtu, çfarë ka ndodhur në të vërtetë, ka të tjera ngjarje zinxhir pas kësaj, sa mund të zbulosh diçka që ti mendon të madhe, por ndërkohë është e vogël dhe fill pas kësaj mund të fshihen gjëra shumë herë më të mëdha. Kështu që më ka ndodhur mos publikoj disa raste shumë të vogla që kam menduar që nuk janë në një interes të madh publik. Por jo sepse më ka ndaluar dikush. Por sikur që thash edhe më parë, ndodh që për një interes të caktuar jo personal, por të institucionit ku punon. Fatkeqësisht e them këtë, por ndodh, nuk është se po etiketoj një institucion në cilin po punoj aktualisht apo kam punuar pak më parë, por në tërësi në media ndodh kjo gjë. Por mua më ka ndodhur të mos publikoj për arsye krejt të vogla, jo për diçka shumë madhe. Por nëse është diçka që ka interes publik, që i vlen vërtet qytetarit, që është e rëndësishme të dëgjohet zëri dhe të dalësh kundër saj, nuk kam hezituar më. Atëherë me këtë na lën të nënkuptojmë se je një gazetar i kujdesshëm në punën e tënde dhe nuk i kalon ndoshta normat dhe limitet për te. A trego pak se si e menaxhon po ashtu presionin për të qenë kaq i angazhuar me si emisioni, podcasti e po ashtu një gazetarie politike? Sepse di që duhet të bërë diçka dhe duhet ta bëj dhe shfrytëzoj të gjitha rrethanat kohore për të arritur atë. Kështu që nuk mendoj që ka një formulë, mendoj që formula e vetme, po i quaj formulë, është pasioni, dëshira, vullneti për të bërë diçka dhe ajo egoja e brendshme, por ndonjëherë te egos është dhe një ritëm i fshehur që e ndjen në brendësinë tënde për të mos ndalur asnjëherë mbi ato gjëra që ti do të mbi ato çka ty të plotësojnë. Është shumë e rëndësishme të bësh atë çka të plotëson. Mua më plotëson kjo gjë, kjo që bëj media, ekrani, podcasti, industria, është jam unë, në pak fjalë është diçka ime, që nuk e bëj me forcë, nuk e bëj për të krahasuar me dikë tjetër, nuk e bëj për të qenë pak më tepër në vëmendje, e bëj sepse ky jam unë dhe nuk mund të rritet pa të. Të thash në pyetjen e parë që shumë gjëra kanë bërë në mes natës ku padyshim të sot e dëron askush ta bësh. Në 3 mëngjesit për shembull kanë bërë emaile me Departamentin Amerikan të Shtetit që kanë qenë super ekskluzive në Shqipëri. Lajme goditse me Bashkimin Evropian, me Presidentin e Bashkimit Evropian, me kryetarin e parlamentit, me gjithçka tjetër që kanë bërë, ose me aktorë që kanë qenë një pjesë Hollywood që kanë mbetur mbi 1 muaj gjysmë nga pas për të arritur intervistën njëri pas njeriu, kontakt pas kontakti. Shumë punë, kështu që nuk di të them fikse. Unë mendoj një gjë që dikush mund të shkëlqejë në një punë të caktuar vetëm nëse e dashuron atë në mënyrë 100%. Pra, sikur është ajo shpreha, zgjidh atë që ti dashuron dhe nuk do duhet punosh asnjë të vetëm tjetër tënde. Pa në kontekst kjo është, ti je pasionin tënd, ti kënaqesh, e shijon, je angazhuar, je i lumtur me atë gjë, lodhesh, por prapë është diçka që është brenda teje të plotëson ty dhe për këtë arsye nuk mendoj që do mendosh në moment që mos si ka bëj tani me këtë.
Nëse nuk e bën një moment, do bësh një moment caktuar, por ka vetëm një sekret që unë mendoj që shumë i rëndësishëm është pasioni. Nëse nuk ke pasionin është një kohë e quar dëm edhe me siguri nuk do ke shumë sukses. Atëherë tashmë do vazhdojmë me pjesën e dytë, ku pjesa e dytë mbahen pak pyetje më personale sa ato të para që ishin profesionale. Na trego pak normal se a ndihesh sot i lumtur me jetën që gëzon dhe nëse po pse, nëse jo pse. Po madje ndihem shumë për një arsye shumë të thjeshtë. Mendoj që të gjitha pyetjet e para që të kam kthyer gjen një përgjigje të përbashkët, po jam më i drejtë më konkret në këtë. Sepse unë e kam ndërtuar vetë këtë jetë, këtë rrugë, këtë profil edhe këtë formë të jetuarit tani më me kufizimet e veta kohore, me adrenalinën e saj, me vëmendjen maksimale, me gabimet e mëdha, gabimet e vogla, me ato të cilat her pas here mund të bëjnë të dukesh në një qendër të jashtëzakonshme të vëmendjes mediatike, në një moment mund të heshtesh fare apo të vëzhdukesh, pa them kështu në këtë forme. Dhe prandaj më gëzon kjo gjë. Domthonë në aspektin profesional, në aspekt personal është po njëjta gjë. Unë kam zgjedhur të ndjek një rrugëtim për të qenë krejt i lumtur, për të patur një ngrohtësi në mbrëmje teksa kthehesh në shtëpi për të pritur fjalë të tjera me radhë, kështu që janë gjitha elementë që më bëjnë të ndjej dhe të kem një jetë të lumtur. Kjo është arsye. Mendoj që është shumë e thjeshtë. E para sepse ti bën atë që ti dashuron prej kohësh, gjithmonë dhe ti nuk e kupton asnjëherë kur është kufiri ndërmjet punës edhe jetës. Dhe e dyta sepse ka dashuri më të madhe në jetë se një fëmijë edhe një djalë që të pret, të kërkon në padurinë, do vëmendjen tënde dhe kohën tënde dhe dashurinë tënde ndaj tij, po dhe dashurinë e madhe që ai ka dhe ta shpreh ty. Kështu që për mua është mëse kohë e jetuar dhe mëse kohë e lumtur. Sigurisht objektivat janë shumë më të mëdha për të ardhmen në përvijime, por aktualisht është diçka që më plotson edhe nuk mund të them që nuk është kohë e bukur dhe e lumtur, është madje tepër. Normalisht se është shumë rëndësishme të bësh atë çka të plotson, sepse të bën të lumtur faktikisht ajo që bën me shumë dëshirë. Na trego pak se për çfarë bëhet pishman normali tani. Nga dëshira, pasioni, profesioni, personale, na trego se për çfarë bëhet pishman normali me vërtetë. Nuk bëhen pishman, nuk mundot të bëhen shpesh. Sepse unë mendoj që ato gjëra që i zgjedh realisht e shijoj, pra nuk bëj diçka se duhet të bërë ose ma kërkojnë ta bëj. Prandaj më duhet pak e vështirë që unë bëhem pishman për diçka. Vetëm pishman mund të kem është vetëm në raport me kohën, për të patur më shumë kohë të lirë dhe për të dedikuar familjes. Kjo është vetëm e gjë, por për tjera nuk më ndodh të bëhem pishman, sepse e shijoj. Pra nëse e marr një mendim ashtu nxitim të pa menduar mirë, i marrë më të mirë në asaj dhe më vonë them ok, ndodhi sepse desha ose ishte një mindici adrenalinë e momentit dhe kaq. Por koha është e vetmja që mund të më bëj të ndjehem ose të bëhem pishman. Nga pishmani në krejt tjetër pyetje. Na trego pak normal se në punë intervista më e rëndësishme me kë ka qenë. Ne e dim se ti je një gazetar profesional dhe ke një karrierë jo të shkurtër dhe me të vërtetë ke intervistuar disa njerëz të ndryshëm, figura politike, publike të ndryshme, të cilat ndoshta në ndonjë moment nga gjitha këto intervista që ke krijuar, ke hasur ndonjë moment mërzie gjatë intervistave me ndonjë fytyrë publike. Të në kështu na trego sot se kush është ajo fytyrë publike që faktikisht ka krijuar një intervistë mërzitshme për ty. Shiko, unë nuk bëj asnjëherë biseda paraprake me të ftuarit. Që do thotë, unë nuk i pyes ata a në mban, na aja të shëja që të marrë këtë informacione pas ndërtoj intervistë. Dhe një sekret, unë nuk bëj kur intervista të para përgatitura me skenar. Më thënë, unë i kam gjithmonë pyetjet në mendje, spontane, mund të mendoj paraprakisht në mënyrë referuese 2-3 pika, pra po them po ndalen dhe profesioni, jeta dhe bumi ose ngjarja e zhvilluese e fundit, po them problemi që ka ndodhur dhe pastaj e zhvilloj gjithë intervistën e diskutimit. Dhe në këtë kontekst nuk ndërtoj intervista të mërzitshme, jo se nuk dua të them diçka, se diçka për shembull dikë apo një intervistë konkrete. Sepse e shijoj, pra kushdo qoftë, çdo lloj profesioni, po them po vjen një person që merr me minjerat. Unë dhe marrë intervistë, unë jam shumë kurioz, e bëj shumë e qefatgjët, e pyes realisht, e shijoj vetë, si punon, sa e vështirë, çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur,
pse, po pas kësaj çfarë ndodhi, po si janë rritë mbijetorosh, po sa është paga, po si janë kushtet, po domethënë 1000 gjëra që mua më interesojnë vërtet se nuk më ka rastisur shumë të takoj dikë, prandaj shijoj këtë gjë. Dhe pyes krejt konkrete. Më ka ndodhur fare të mërzitem në intervistë, për shkak të një personazhi të lodhshëm, për shembull që nuk është i mirë në rrëfim, në artikulim. Por nuk kam një ndërmend tani që të them. Ndoshta ndonjë ngjarje aktuale krejt e rastësisht që më është dashur të pyes dikë, për shembull një qytetar, po them ose një gjë, kështu që më ka lodhur paksa, të them okay, ose në intervistë që unë e di që në fillim që nuk do më eci, pra nuk do më jetë e preferuar. Por këtë zakonisht më ndodh edhe për shkak të fitimit të eksperiencës gjatë rrugës teksa shkoj, ose 5 minuta bisedës parë pa nisur intervista, e kuptoj që do jetë intervista e mirë dhe intervista e keqe. Por të jap një emër konkret tani do të gënjeja, nuk më vjen diçka ndërmjet. Kësaj pyetje i shpëtove, por nuk e di sa do i shpëtosh kësaj tjetrës. Gazetari më i lodhur tek ai më i mirë për armadin. Je vetë një gazetar, besoj që ke pasur edhe kolegë të cilëve ke hasur ti dëgjosh, ti favorizosh ndonjëherë, ndoshta edhe të mos i pëlqesh. Na trego pak se cili është gazetari më i lodhur për ty, ose them kështu më pak i preferuar për ty, nëse jo i lodhur, dhe na trego tek ai më i mirë për armadin. Cili është? Dobra. Njëri ato ke lajmin dhe ke skupin. Gazetari më i lodhur, po do ta bësh fiks kështu siç po ta shkruaj unë tani. Për mua është Muhamet Veliu, mesazhi politikës në Top Channel. Një ndër gazetarët më të lodhur, madje është lodhur totalisht fare dhe mendoj që do ta lë terrenin, edhe duhet të tërhiqet, se ka ardhur momenti të shlodhet, të relaksohet edhe të merret me kohën e dedikuar për djalin. Kaq, ka bërë shumë, super gazetar profesionist, ka bërë më përpara gjithçka, tani i ka rënë fuqia, i ka rënë takati, themin e këtej, kështu që meti varet xhaketën në mur, edhe go home. Të falenderoj shumë për pyetjet, ishte shumë e bukur, shumë zbavitëse. Kujdes kur të bësh skupet. Metin ma luaj mirë metin, vëri të gjitha ato që të kam thënë. Sa aty e lajmin. Edhe thank you shumë. Edhe kur të dali. Kjo kam fol shumë gjatë, por jam munduar të jem sa më konciz, por kam të pamundur të flas shkurt. Ermalun, dua të falenderoj shumë që ishe pjesë e podcastit tonë të parë, dua të falenderoj mbi të gjitha shumë që ishe kaq korrekt dhe kaq respektueshëm në kohën dhe përgjigjet tuaja. Unë po ashtu dua të falenderoj edhe publikun tonë të dashur që na ndjekin, na dërgojnë mesazhe të pafundme çdo ditë dhe na mbështesin shumë. Ky është NII Podcast, epizodi parë. Ne ju lëm ta kem javën tjetër me NII Podcast, epizodin e dytë, me një tjetër fytyrë publike mjaft interesante dhe me një tjetër fytyrë publike mjaft të njohur. Deri atëherë, po si pat.